speciale me ne, sot kemi Zyzime. Zyzime, të falenderoj shumë që u bëre pjesë e podcastit tonë. Kënaqësia ime të jem pa podcast në nxënëse kaq të shkëlqyera dhe të jap mesazhe për gjithë nxënësit e Avsinelës dhe për arsimtarët gjithashtu. Faleminderit nga ana juaj. Përpara se të fillojmë me pyetjet e podcastit, kisha dëshirë të dhuroja një lindje, një derë të kësaj dite, ndeshën respekti për ju. Ju falenderoj shumë. Mimoza dita e 7 marsit, sepse shkolla e parë shqipe, ju e dini që është hapur në 7 mars. Gëzuar. Kujtimet e tua si mësuese janë fenomene apo episode? Episode është e pamundur, sepse kanë kaluar shumë presa dhe po të flas për njërin do të ngjelet hatri tjetrit. Më mirë do të sjell 2 fenomene të vogla. Njërin fenomen e quaj çarmatim në korridor. Çfarë është kjo, do të thoni ju? Unë kam një zakon, para se të hyj në klasë, 5 minuta qëndroj para klasit. Po kanë një zakon edhe djemët, sepse kanë dëshirë të ikin nga mësimi. Ato dalin te dera e klasës, rrin me mua. Dhe unë përdor me to një terapi psikopedagogjike dhe hyj në botën e secilit. Ato vetëm më shikojnë me sy, heshtin, qeshin. Kur bie zilja për të hyrë në klasë, i përqafoj dhe u them, a hym? Dhe ato qeshin dhe thonë, zysh, ti nga çarmatose. Ne dolëm për të marrë leje. Dhe në fakt, ato barazohen me nxënësit e tjerë dhe e ndjekin mësimin me shumë dashuri. Ndërsa fenomeni i dytë është fenomeni takim anonim në rrugë. Shpesh kur jam në shetitore, takoj shumë njerëz, më adhurojnë, më duan, vinë me grupe, vinë me familje, pa e dini ju një sekret, nuk i njeh. Ato më përqafojnë dhe të më themi që krenare për ju. E kuptojnë, qeshin dhe më thonë, po, ne jemi familja që ti na ke këshilluar, këtu janë fëmijët tanë, kjo është armëria që ti na ke edukuar, dhe edukimi nuk do të ndalet këtu, sepse na ke thënë, unë nuk punoj për ju, punoj për fëmijët tuaj, punoj për niprit tuaj. Ky është fenomeni anonim në rrugë. Profesionin si mësuese, e keni zgjedhur vetë dhe e keni pëlqyer? Unë këtë profesion e kam zgjedhur vetë, sepse vi nga një kohë ku gjithë rinia preferonte dhe ishte e iluminuar të studionte për arsim për dritë. Por, nga ana tjetër, ne kishim frymëzim. Do të thoni ju, kush është frymëzimi? Frymëzim ishte historia shqiptare. Ajo histori e cila na mësoi që të gjithë pushtuesit me dhunë na larguan gjuhën e folur dhe të shkruar. Ndaj ne ishim të etur për dije. Gjithashtu, dhe filmat artistik e kanë përcjell shumë mirë mesazhin dhe dashurinë për shkollën. Besoj se edhe ju që jeni të reja keni ndjekur filmin Mësojtoria. Dhe tek filmi Mësojtoria është një fragment kur Sebasti Qerjasi është themeluesja e shkollës së parë shqipe, që në ato kohë quhej Skoli, i mbledh fëmijët, vajza, për t'i arsimuar. Ama një nën i thot, jo më çupë, vajzën nuk ta jap ty, vajzën do ta rris dhe do ta bëj siç është zakoni. Do ta martoj si gjithë të tjerët. Dhe Sebasti i përgjigjet, moj nën, edhe unë jam çupe dikujt. Po vajzat në shkollë do të bëhen nëna më të mira, më mëdhenj, ato e ndërtojnë. Dhe më pas, Petronini i shprehet Sebastis. Bi, ky është pragu yt, shërbej të ti pragu me dije. Për mua, ky ishte një amanet. Dhe pastaj, kur kam mbaruar shkollën, që shkela në ditën e parë të punës, që hyra në klasë, gjeta një sekret tjetër, cili do të thoni ju? Dashuria. Po pse? Ajo ka filozofinë e vet. Ju e dini që çdo profesion ka objektin e punës, ka mjetin e punës. Ama arsimi objekt pune ka njeri o njeri, dhe mjet pune ka truri. Truri është organi numër 1 i njeriut. Në trurin e fëmijut, në trurin e nxënësit, punon ndijimi, perceptimi, mendimi abstrakt, të cilët të ngjesin në një botë shumë të dishme dhe papritur dhe pakujtuar, fluturon nga realiteti ku je.
Gjithashtu, klasa ka mikromjedis, në klasë janë tipa të ndryshëm, ato bëhen karaktere të unifikuara falë dijes shkencore dhe falë vëdhëndjes që i jep mësuesi. Prandaj kjo punë bëhet akoma më e dashur, akoma më e mirë. Papritur, e ndjeva veten në një baqe me filizat të ri njerësor, jo botanik, sepse në filizat botanik, filizat e dobët hiqen, herën si i themi në gjuhën kuksiane, kurse këtu jo, të gjithë filizat mbahen, rriten, edukohen, dhe kjo më dha atë që quhet dashuri. Por, me çfarë mjeti pune tjetër punova unë punova me frym, unë punova me zë, të cilat vinë nga frekuencat e binatyrshve. Unë punova mbi fëmijën, i cili vjen nga parajsa, dhe papritur e ndjeva veten të ulur në koltukun ose në karrikën më të mirë të tempullit të dijes. Këtu mora magji. Dhe kjo karrike është më e vlefshme se çdo pushtet politik, është më e vlefshme se çdo pushtet ekonomik, ndaj të treja së bashku, frymëzimin, plus dashurin, plus magjin, i shndrova në mision. A mund të ndash të role si nën, si mësuese dhe si nike? Shpesh njerëzit më pyesin sa fëmijë ke? Në ndërgjegjja ime thotë, nuk e di. Po pse? Sepse të gjithë fëmijët dhe nxënësit që kam kaluar i konsideron fëmijët e mi. Në fakt, unë nuk mund t'i ndaj role. Unë për nxënësit jam mësuese, jam nën dhe jam mike. Çdo ditë, kur hyj në klasë, u them, si jeni? Si ishte dita juaj? Pastaj hym në procesin mësimor shkencor. Në fund të orës ato më ndjekin, syt i kanë të mbushur me lot entuziazmi, zilja ka rënë, nuk e kanë dëgjuar. Bëj për të dalë tek dera dhe u them, e shijuat? Pastaj në mënyrë spontane kthej dhe ju them, mos harroni, në darkë pyesni veten, ku do të jem në të ardhmen? Dhe kjo është fletë më së shumti për të tre rolet të shkrira së bashku. Kam patur fatin që në gjimnazin Habzinela të kem dhe 2 fëmijët e mi. I kam trajtuar barabar si gjithë nxënësit e tjerë. U kam dhënë mesazhin që ua kam dhënë të gjithëve. Mesazhi është ky. Dija nuk është para. Dija nuk është pasuri materiale. Por dija është qelsi i artë që t'i hapë të gjithë portat e hekurta. Përvetsojeni atë me dashuri, mbajeni në dorë, ju të jeni pronari i saj dhe ajo të jetë slavja juaj, që t'ju shërbejnë kudo. Faktikisht, ato kanë studiuar në Amerikë dhe këtë nuk e them thjesht për krenari personale, por e them për të mbrojtur me të vërtet atë që thamë më sipër, që dija hap rrugët e jetës. Ndërsa si mike, nuk e kam mbajtur rolin thjesht në shkollë, por edhe në komunitet. Ju e dini që aktorët e shkollës nuk janë vetëm nxënësit, kolegët, janë edhe prindrit. Për te mureve të shkollës kemi zhvilluar së bashku veprimtari kulturore artistike, kemi përformuar vlera të mëdha historike, vlera të mëdha kombëtare të trashëgimisë tonë, dhe prindrit kanë qenë pjesëmarrës, më kanë ndihmuar me kostumografi për të arrituar skenën, kanë qenë pjesëmarrës në sallë, kanë duar trokitur, kanë qeshur, kanë qarë, dhe ne kështu u bëm një. Cili është mesazhi juaj në ditën e mësuesit dhe të nënës? Së pari do të bëja një vlerësim për mësuesin. Mësuesi i jep nxënësit syt për të parë botën. Mësuesi i jep nxënësit arsye për të shquar të ardhmen. Mësuesi është dije, mësuesi është dirigjent. Ai jep melodinë më të bukur në jetë. Mësues sa emër me vlerë. Së dyti do të jap një mesazh. Dashurojeni misionin tuaj fisnik, sepse ju rritni dhe edukoni kapitalin më të çmuar, njeriu e ri. Me qenë se 7-8 mars janë pranë njëri tjetrit,
Dhe Victor Hugo thot, dy të parë deputet të popullit janë nëna dhe mësuesi, më lejoni të bëj dhe një përshëndetje për nënat. Meqense 8 marsi është dita ndërkombëtare e gruas, ajo është më shumë kujtesë për emancipim, se sa fest, kam këtë mesazh. Ngrihu o krenare, hiqe perdën e kohës, s'është turp të jesh femër, je mbretëresh e botës. Gëzuar 7 dhe 8 marsi. Zysh të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti për të gjithë mesazhet dhe për të gjitha përgjigjet që i dhe pa hezituar. Mesazhet dhe përgjigjet nuk janë gjë tjetër, janë pasqyrë e punës time, e cila është gjithmonë e palodhshme. Dhe kur shumësohet me kohën, ajo shumë fishohet. Faleminderit nga ana juaj. Faleminderit nga ndoqët.